sot më shumë se asnjëherë më parë e ndjejnë që lufta nuk është një film bardhëzi i të shkuarës dhe as një ngjarje spontane që ndodh në kufit e Europës, por është një kërcënim real, ndaj të cilit Europa duhet të shtrëngojë radhët dhe duhet të forcohet. Dhe pa diskutim që në këtë pjesë e këtij angazhimi është edhe Shqipëria në përmasën e vet. Gjithashtu dua të theksoj që partneriteti për siguri dhe mbrojtje që e kemi nënshkruar së bashku me Kajën dhjetorin e kaluar është një hap që pasohet nga të tjerë hapa dhe praktikisht dialogu për këtë partneritet do të jetë një konstante e vazhdueshme e marrëdhënies sonë.